po shoh shumë shkrime për një nga personazhet që po na mban një vit mbërthyer rreth shpirtit të tij. Unë nuk them rreth artit të tij, sepse ai rreth artit të tij na ka mbajtur mbërthyer me vite, por rreth shpirtit të vet, që kjo në fakt është një dhuratë shumë e bukur dhe është një bonus tek artisti shqiptar. Po flas për Gjestin. Gjesti që sot kujtohet më shumë se kur. Gjesti përjetoi një moment të dhimbshëm në jetën e tij, në një rrëfim shumë emocional të sinqert edhe të vërtet. Miku i Gjestit, DJ Gimbo, foli për rrugtimin e Gjestit, për ato vështirësi që në fakt Gjesti i foli hapurazi në Big Brother, për atë fenomenin e vërtet që fatkeqësisht ekziston në shoqërinë tonë, për urrejtjen e madhe që njerëzit e kanë drejt